Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Do t'i shkoqisim ato lajmet e ngjarjet më të rëndësishme të kësaj jave. Unë dua të them, Kolo, që në Gorishov, që të them të drejtën e dëgjoja për herë të parë, që qenë ka një... Mos e martuar Gori me Shovën dhe... Gorishov në cakran si, Brangelinën? Fierit, pra Gorishov, cakran e Fierit. Pas kanë shpërthyer vjedhjet masive dhe çfarë vidhet brenda shtëpive të Gorishovarëve, do thuash ti? Thuaj një gjë. Shishe uji, bidona bosh, Ja afruar shumë. Ja afruar shumë. Kazan për bërakin, nuk e di. Jo, shishe vaj. Bosh, au plot. Do ishte shumë bukur sikur të ishin plot. Vjedhen shishe vaj. Uroj që të kenë qenë plot. Vjedhen bidona vaj. Për të treguar që nuk janë deri në atë derexhe, domethënë varfërie, deri në atë pik, deri në atë grad. A mund t'i referohemi si bidon, të lutem, se po e sofistikojmë kot gjë sikur shishe vaj. Shishe vaj. Por në fakt nuk e sqaron nëse ishin plot ose bosh. Kështu që uroj të kenë qenë plot. Lajmi i mirë, nëse mund shohim një anë të mirë të kësaj situate, është që në Gorishov ka njerëz. Po. Nuk është braktisur totalisht dhe pas ka mjaftueshëm për të pasur dhe hajdut dhe mbledhës vaj. Edhe të hajdutëruar. Mbase janë thjesht të njëjtit që shëtisin te njëri tjetri, domethënë veti mbjelli, por krijojnë, kam përshtypjen ndoshta kanë një jetë jo dhe aq aktive sa ajo e politikanëve tan, edhe kanë e ashtu me njëri tjetrin. Si më thonë nuk ngelen kur pa bidona, sepse kur mungon budoj shkon e vjet e tjetri. Mungon aty tjetër shkon. Mblidhen bashk, vjelin ullint, shtypin vajin. Jo, nuk jam dakord me ty. Jo. Nuk jam dakord Blerina sepse nuk është një lloj si qeveritarët tan, sepse këta e ke parasysh atë memën e famshme ku thotë është e vjetër e lashtë, kur e kam parë në formë kështu të vizatuar, karikatur. Çfarë është kapitalizmi? Po. Ishte një proces po themi penetrimi i tjetrit, po në varg. Si më se cili ja fuse tjetrit. Kjo ishte gjëja. Në rastin e Gorishovës mund të qëndrojë ky si sistem. Në rastin e qeverisë nuk është ky vargu Blerina, po është një lop, qemi ne lopa. Dhe që kaloj gjithë me radhë babum njëri, pa shmaro pun njëri vjet tjetër, babum tjetri. Derisa lopa shkret, të thotë, po ikin ku ikin lopët? Në Indi. Po ndryshe nga infermierët që ikin në Gjermani, lopët tona, po kishin mundësi do kishin arratisur gjitha drejt Indis. Po, për të shenjtëruar. Të jap një alarm, të bëj një alarm? Lëre vëre. Nuk e kam ndoshta vëklojnë postproduksion. Alarmi është ky, në Shqipëri ka hyrë 1 peshk me parazit. Po. 2 mish me salmonellë. Po. Ç'të do them? Mund të zgjedh? Jo. Nga se të vdes? Jo, unë them të dyja palët t'i fusim Fine duhet t'ju love. T'i fusim te listat e hapura, siç ndodhi domethënë me listat. And let it kill you. Lajm nuk e di, është një lajm që më shkaktoi shumë buzëqeshje. Maestrua. Po. Në listat e hapura. Po. E ku? Ku tjetër? Unë jam shumë kurioz të di. Në këto partitë e reja. Do isha shumë, jo, me një shansi ka, me PD-n që nga, po, nuk ka shumë rëndësi, po dua të di ose jam shumë kurioz të di sa sukses ka maestroja në Elbasan, ku Elbasani nuk ka as opera. Apo ndoshta prandaj ka do ke sukses në Elbasan. Është kombëtar, është maestro kombëtar. Pra, e kam parë në ekran, besoj. Tashmë në rresht për një, nuk ka nevojë të ketë më një. Ja. Nuk ka nevojë të ketë një ensemble. Pastaj Elbasani, vjen qytetari Elbasanas në teatrin e operës. Po, shkon këndon atje, domethënë shkon këndon për takime elektorale dhe kthehet. Po, do kemi gëzime të mëdha gjatë këtyre zgjedhjeve. Dgjoj, të të sjell një atmosferë devoliane. Se kam dhe unë një lezhiane më vonë. Bjeri me devollin. Në Devol, fermerët Kolo pan dhe mbasi nuk i shitën dot mollët, i pren fare drujt e mollës. Pren dhe drujt tash? Po. Sepse pas kanë kosto shumë të larta pune. Po mirë, lëret të vrasi vetën druri. Pse tu ta vrasësh ti? Jo, e bukura është. Unë e kuptoj dramën e tyre, domethënë nuk është për të bërë shumë shaka. Po pra. Dhe këta do shkojnë gjithsesi ta punojnë në Greqi. Drurin e pemës. Të mollës, po. Të mollës. Dhe ne do ham prap
Po hallën mollën e duarve të shqiptarit, po do ta ham nga Të Greqia. importuar nga Greqia. Dhe do ham çiksi me çmim kështu. Po kjo prerja e drurve më duket një mas drastike si puna e njeriu që vendos të hedh urën në erë, pasi ka kaluar lumi, thotë se mos më ndodh gjë më mirë pa hedhur urë, dhe pastaj nuk kanë kur i thot më ne po sikur të kthehem rrapsh. Nuk ka kthese e hodhi urën. E preu e vram pemën. E vram. Sa pemë kishin vrarë? Nuk e thot, lajmi nuk e thot, po në devoll sa devollin janë herë 3 pemë secili, nuk e di. Sa kaq takat kanë ata? Nuk e di. Që kanë të fortë, punon ka mirë muskuli, bicepsi. Jo, tricepsi më duket vihet në punë për sharrimet. Kemi një dram pogradecare, 1200 euro metri katror. Që sigurisht kush ha këtu është ai e haj pogradecari shkret që ka vendosur trim pogradec, e të martohen pogradec, edhe të bëhet dhe fëmijë pogradec. Po sa pas ka shkuar? Se mbanin kështu si të butë pogradecarët. Dhe që do flej i shkreti, do flej në varg këta. Në paktën ta kanë një liçen, del varg dhe kalon natën në liçen. Kemi, më dhe ne kemi. Kemi një liçen të thatë, një liçen të njom. Unë të ky thatë nuk kam shkuar kurr, sepse më ka trembur shumë ideja që e atij që me të thatë ndigjet dhe njomi dhe ka menduar këtu kush e di ç'të ndodh. Duke e menduar veten si të njom, le të themi. Unë mendoj që ka ardhur momenti një tjetër këngë. Jo, unë mendoj që pa thënë edhe dramën e Lezhës nuk ka këngë. Okay, mirë. Shihej në shpellë. Kush? Njëri, Lezhjani. Sepse vodhi një dhe ngacmoi seksualisht dhe një vajzë. Si më thënë, nuk e di për cilën prej tyre mendonte që e kish qelpur. Dhe fshihej në shpellë. Dhe tani po bën katarsis. Kuici është ky. Çfarë shpellë ishte? Nuk është shpella Dragobis. Shpella. Nuk e di, s'kemi shumë minuta, jam në presion. Mirë, do ta mbajmë suspense. Po, do më thuash pas muzikës. Ose reklama ose çfarëdo gjë që do vërkroj në post.